Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. A mund të flasim pak? Për çfarë teme? Temën e di, Leila. Gjërat që the për Meltemin. Gënjeshtrat që thash deshe të thuash. Leila. Nuk mendoj se duhet të flasim. Unë isha xheloze dhe gënjeva. Kërkoj falje, nuk do të ndodh më. E çuditshme. Ku shkoi kjo vajzë? Mirëmëngjesi. O, që në pikë të mëngjesit, sa energji e bukur është kjo. Kur brendësia një njeriu është kaq e trazuar, edhe energjinë e ka ashtu. Ç'kemi, si jeni? Dëgjova zërin tënd tu bëra më mirë. Ti si je, është gjithçka në rregull? Mirë është, por Gënyli sërish u zëmrua. Le të mbetet mes nesh, ajo mendon se do e dëmton Jusufin. Në mundësinë e parë do shkoj të flas me Jusufin. Në ndërkohë, nuk bëni një gjë të tillë, apo jo? Unë nuk e humbas së koti fuqin. Unë nuk jam njeri që zmadhoj këto çështje. Por, nëse është e nevojshme, di si ta friksoj. Mos ki merak. Hajde Jusuf, hape këtë telefon të lutem, hape njerë. Urdhëro Gënyl, çfarë ka? Përse më kërkon? Jusuf më dëgjo, pa tjetër duhet të flasim ne. Gënyl, unë nuk dua as flas me ty as të dëgjoj. Çfarë do që të thuash, unë nuk do të Të dëgjoj. dëgjosh Jusuf, dhe të lutem dalës më trajtuari sikur ti jam një huaj për ty. E po mjaft më? A nuk mbaroi ky ndëshkim? Gënyl, unë nuk do të ndëshkoj ty. Atëherë mos ku ndështo dhe më dëgjo mua. Pa tjetër duhet të flasim. A nuk më ka mbetur edhe pak hatër tek ti? Mirë, rregull, mirë. Por unë kam punë disa orë. Do të lajmëroj. A mundet më vonë? Mishgani tha se Gënyli do të bëjë çmosje, ti tregoj Sigure, Jusufit. vajzë tonë të Jusufin, ha? A nuk e di ajo se çfarë i bëjmë atij nëse i tregon gjithçka? Dirë, të gjithë ka një pikë durimi. Do të thotë që gjërat që kemi bërë deri më sot nuk kanë qenë mjaftueshme. Çfarë do bëjmë tani? Deri më sot e kemi kërcënuar atë në heshtje. Por që tani e të qetë, duhet ta kërcënojmë hapur, a e kupton këtë? Mirë, po çfarë mund të bëjmë më tepër? Kur humba gruan që doja, nuk pati asnjë ditë që nuk u pendova. Ta kam treguar ti këtë, apo jo? Më kujtohet. Edhe ti duhet të bësh çfarë të ketë nevojë, që të mos pendohesh gjatë gjithë jetës tënde. Çfarë keni në mendje? Tani ti hapi veshët dhe më dëgjo mirë. Melte me dashur, Melisi do të vi sot, apo jo bi? Nuk e di nën, akoma nuk kam folur me të, çfarë ndodhi, ka diçka? Ne do të ndryshonim vendin e shoqatës, edhe Melisi dinte një vend të mirë, për atë do e pyesja. Nëse doni ta telefonoj dhe ta pyes. Në rregull, mundet. Faleminderit bi. Ai, mirë që e dëbova këtë Melisin nga shtëpi. Të gjithëve ju kujtua të pyesnin për të. Nuk rrjedh ujë, duhet të jetë ndërprer. Për mos u bëj merak, do të vi pas pak. Mirë, po kjo shtëpia nuk ka rezervuar? Më duhet të laj duart. Edhe pse është kaq e ftohtë kjo shtëpi? Nuk ngrohet kur nuk shkon uji në tube. Do të them, do ta rregullonim, por O zoti im, jam kthyer në mesjet. çfarë the? Bateria e telefonit tim po mbaron, kurse mbushësinë e lash në shtëpi.
Në shtëpinë tonë nuk kam bushës që i përshtatet telefonit tënd. Të gjithë janë të Po vjetër. bën shaka me mua, pavarësisht se çfarë të pyes ti thua se nuk ka. Çfarë do të bëj? Pasi deshet ti ashtu? Në rregull. Moj motër, unë nuk do të mund të duroj. Motër, të lutem më shpëto mua. Ai, çfarë po thua ti Melis, çfarë shpëtimi? Unë po qëndroj te Saideja, motër. Të them me një fjalë jam në zonë të privuar. Të lutem e më merr mua prej këtu. Të lutem. Përbes. Ke di Melis. Akoma jam shumë e zemruar me ty. Motër, shiko. Të premtoj se do e bëj veten të më falësh. Por shiko, po më mbaron bateria. Të lutem mos më zvarit mua më tepër. E çfarë do që të bësh pra? Zemër motre pra. Më dërgove ndodhjen, po vi. Në rregull. Ju jeni vogël e pas ka marrë mësime si shtuket. A nuk është kjo makina e borës? A më doli sërish argëti mua? Shikoj ti këtë, zotri Bora? Çfarë po bëni ju këtu, zotri? Unë mendova se jeni tërhequr në pallatin tuaj dimror. Çfarë po ndodh moj? Çfarë pune ke ti këtu? Shoqja e Melisit jeton këtu afër, erdha ta marr Melisin. Mirë. Hajde shko mos e lër të pres princeshën e Reme, hajde. Përbes Bora i dashur. Melisi po jeton si princesh pranë motrës së vet. Por, siç duket princesha jote e Reme është në këtë lagje. Meltem. Nuk jam në gjendje të merrem me ty. Hajde. Hajde, Meltem. E vërtet, ti kohëve të fundit ke qenë protagonisti për radhës vajza e varfër djali i pasur apo jo? Je i zënë. Ke të drejtë. Por, pasi të gjesh motivimin tënd, eja në rregull. Hallë. Ah, more të rëk. Qa Meltemi, po të mos ishte gruaja jote, unë e di se çfarë do i bëja, por...